Mëngjesi. Mëngjesi. Si jeni? Që ju si jeni? A jeni mirë? Mirë. A funite? Ka dalë. Jo, ka pak jo apo lodheve. Ka pak. Nëse me mëngjes vetët apo lodhesh, pa apo shove. Se veç na vesim apo lodhesh. Gjithë, na vesim, po, a vesim, do më na jena na, po, vesim apo lodhesh. Gjithë vesim apo lodhesh. Qa na ke përgadit për festivalet filmit dhe teatrit, apo? Po, do më thëmë, tash masi që veç është hala që thujmë na hekri nëzit, se veç ka përfundu njoni prej festivaleve të filmit. Kemi dash me diskutu pak se, do më thëmë, për këto lloje të ndryshme të festivaleve, apo për këtë numër të festivaleve tek ne, se çka po sillin tek publiku, a është organizimi edhe ato gjanat qysh planifikohen, edhe a dim hala me ndo senet për shembull cili festival është për çka, edhe me tërheq audiencën bashkë për çat arsye, edhe kemi diskutuar pak me disa kritik ndoshta të fushës kinematografisë dhe teatrit, ku kemi marrë edhe mendimet e tyre se duke u bazu në zhvillimin kinematografik në Kosovë, sa ndoshta mos të mjën të nevojshme ky numër i festivaleve, krahasim me ato se çka kemi ne si shtet. Shumë histori. Sindromi i pompave të benzinës, pishinave dhe kafeterive të shumta në Kosovë ka marrë edhe një kahje tjetër. Është fjala për festivalet e filmit dhe teatrit, të cilat dita e ditës po e përfshin gjithë territorin. Festivali është punë shumë e vështirë me organizu, festivali nuk është veç se unë po bëj një festival tash edhe unë u bona dikushi. Festivali është një çështje shumë e rëndësishme për jetën kulturore edhe artistike, për zhvillimin edhe promovimin e vendit. Unë jam idhëtare e festivaleve dhe nuk mëj me thonë për asë një festivali cili organizohet të na, për shembull në Kosovë, me thonë që nuk ja vlen më organizu, edhe në qoftë se organizimi është shumë i dopt edhe njerëz që po organizojnë atë festival nuk kanë qatë shumë njohuri, ndoshta përse qysh duhet me organizu një festival. Prapë se prapë, unë mendoj që sa i përket, sidomos sa i përket filmit dhe kinematografisë të na, fakti që nuk ka mjaftueshëm kinema nëpër Kosovë, thjesht në Prishtinë kemi një, tash 2 janë. Mendoj që tash në qoftë se shteti nuk po përkujdeset për këtë pjesë të kulturës, unë i përkrahi gjithë ata që individualisht marrin iniciativa me bë festivale dhe përmes festivaleve mja upru ekranet edhe filmat në përvendet e tyne të vogla. E sa i përket ndarjes dhe kategorizimit të këtyre festivaleve, nuk gjen shumë dallim nga njëra tjetra. Shtrohet pyetja se çka po i ofrohet publikut. Problemi gjithmonë qëndron tek natyra e këtyre festivaleve, tek standardi, tek kriteret dhe cilësia me cilën organizohen këto festivale, cilat për shkak të karakterit kryesisht provincial, për shkak të pjesëmarrjes kryesisht regionale apo thjesht nacionale, shpeshherë në rrafshin profesional, në rrafshin artistik dhe kulturor lanë për dëshiru, me vetë mënyrën se si organizohen, me vetë mungesën e pak të bugjetit, me vetë mungesën e profilizimit të tyre në rrafshin artistik, me pjesëmarrjen e trupave cilat për shkak të natyrës thellësisht provinciale të shfaqjeve, shpeshherë lanë për dëshiru, dhe në këtë kontekst më tepër se sa ngjarje të mirëfillta artistike apo kulturore, janë kryesisht ngjarje me karakter provincial, cilat e përmbushin egon e organizatorëve të tyre festivaleve, pa lënë hapësinë për me kënaq publikun, sidomos atë pjesë e cila identifikohet me kritere dhe standarde më të larta profesionale në rrafshin e organizimit skenik. Ndoshta se ide kish me qenë mirë më formu një komision i vlerësimeve këtyne të punëve të ngjarjeve kulturore në qytetet ndryshme pe Ministrisë Kulturës, ku ai komision menoj se do të më bo edhe pe antarëve të cilët kryesisht janë të huaj që janë jo shtetas të vendit tonë, për arsye të mos animit e tjerë, për me vlerësu ngjarjen edhe situatën kulturartistike që ndodhen në qytet. Ka shumë qytete që me të vërtet nuk kanë kinema, që është një problem shumë i madh, po ato edhe nëse kanë pas kinema para luftës, sot nuk kanë kinema. Edhe menoj se promovimi i
ose një tendencë e madhe për me bo kinemana qytetin e tyne, nëse veç e marrin si tendencë festivalin e filmit që m'ju jep tradit ati qytetit, menoj se kish me qenë shumë e mirë njoftimi para prak. Jo vetëm me arë si ad hoc kjo festivali edhe neve për na vynë kinema. Se që po bot kinemaja, pastaj mushuaj festivali është, menoj që nuk është një prej tendencave ose nuk është një prej ambicjeve për shkak të rrethanave që ju më formu në vendin tonë për me bo një festival. Dhe na publiku kosovar, për shkak të ekzistimit dokufestit edhe të filmave që i ka pru dokufesti në Kosovë, kanë fillu pak me mendu edhe me pa dokumentarin pak më ndryshë se që shopo ma herët. Ma herët, para ekzistimit dokufestit të na në Kosovë, qoftë edhe të njerës cilët e kanë studiu filmin, dokumentar është marë reportajit televiziv, që nuk është, reportajit televiziv është krejt diçka tjetër, e dokumentari është krejt diçka tjetër. Kështu që ka fillu me pas ndryshime në mënyrë të mendumit, ka daldale. Njëjtë mendoj që edhe me këto festivalet tjera ka me u pa ndryshime, po kjo është një ndryshim shumë afat gjatë, i cili shihet të njerëz, e nuk është diçka që mundet me umat me të hyrat të njerëzve në kinema, apo me sane tjera. Festivalet duhet të organizohen. Ne kemi nevojë për festivale me karakter nacional, por njëkohësisht edhe për festivale me karakter ndërkombëtar. Problemi qëndron tek mënyra se si organizohen këto festivale, tek mungesa e profilizimit të këtyre festivale, dhe jo tek ajo në qoftë se duhet të ekzistojë një festival i tillë apo jo. Zakonisht edhe kudo në botë kemi festivale të dramës nacionale, festivale me karakter alternativ apo eksperimental, festivale me karakter ndërkombëtar, festivale të studentëve. Edhe këto në një farë mënyrë me vetë emrin që e kanë, e përmbushin hapësinën që do duhet ta kishte Kosova në rrafshin e organizimit festivaleve. Por problemi themelor, po e ritheksoj, qëndron tek standardi provincial me cilin organizohen këto festivale, tek mungesa e mjaftueshme ose pa mjaftueshme, sakt institucionale për organizimin e këtyre festivale dhe tek mungesa e një selektimi të cilin organizatorët do duhet ta banin përpara se të merrin vendimin për organizimin e këtyre festivale. Me vazhdimin e kësaj fryme dhe dëmtimin e buxhetit të shtetit, vihet në pyetje jetë gjatësia e këtyre festivaleve. Unë menoj se dëmtimi i buxhetit ose i shtetit unë është gjëja kryesore pse unë për veti sikur e shoh që festivalet të cilën e organizoj unë nuk sjell risi, unë e kisha ndërprej edhe do ta ndërprej nëse veç nuk sjell risi, nuk sjell njerëz kreativ, nuk sjell njerëz filma kreativ, nuk ka mundësinë e shprehjes të asaj idesë, arsyes pse ne e bojmë, atëherë unë e kisha ndërprej vetëm se mos me ndëmtu buxhetin e shtetit. Edhe pse festivalin që organizojmë na është festivali i cili nuk i përmbush kushtet, është festivali i cili vazhdon të jetë në borxhe dhe pastaj sepse këtë çka bojmë na si organizim është një farë lloj pasioni, ambicie e qëllimit profesionit që na dojmë. Ndërsa përfitimet me festival ato janë veç mundesh mi harru, për arsye se qatë që ka shpenzime. E mira e këtyre festivaleve është bashkëpunimi ndërkombëtar me shtëpi teatrale dhe kinematografike nga mbar bota. Të paktën, aty artistët mund të shkëmbejnë ide, të prezantojnë projekte dhe të krijojnë bashkëpunime me artistë të huaj. Qyshira, do më thona, mirë që ka festivale shumë, jo? Qa me në të? Nuk më takon mu vlerësime, unë veç ko marrë, do më thonë, mendime për kritikëve, kështu që nuk besoj që është keq me pas festivale, po të paktën me u përcaktu për çka janë ato festivale, edhe me ditë unë si Flandër kur shkoj me këqyr një festival. Për çka jam të shku se çka ko me pa. Vyn kohë, kjo është proces i mësimit edhe për organizatorët e festivaleve, po sa ma shumë që ka ma mirë. Menaj që na vyn 2 fish ma shumë, që është të kje dhe kvalitet. Që sheni, a e një mirë. E, tash Flandra e kryti me që kaq. Po, tash dush. është koha për sportin me Jonin. Thrasim studio, e presim studio.